Kjo është vazhdimësia e punës e cila është e parapome me planin vjetor edhe mas kampit që kemi bërë në Gjermani. Kjo është pjesa e dytë me futbollistë të cilët për shumë arsye nuk kanë mujtë me qenë të pranishëm në Gjermani, edhe disa të cilët i kemi përcjell dhe kanë tregu një performancë të mirë, kështu që ju kemi mundësu për kohën sa në pushimet e familjet e tyre me qenë edhe në stërvitje 3 ditore me neve. Normalisht të gjithë këta janë në konkurencë edhe me të tjerët, edhe të ligës tonë, edhe të tjerë të cilët i kemi pa në klubet evropiane, por fatkeqësia e krejt kësaj është që vetëm 20 vetë kanë drejt me qenë brenda ekipit për kualifikime ka fundi i vitit. Moto e jamja përse që jam këtu është që unë ekipin e koncipoj me lojtarë vendorë dhe ata të jashtëm. Do të thotë nuk e koncipoj asnjëherë vetëm me vendorë apo vetëm me të jashtëm, por edhe me vendorë dhe me të jashtëm që të gjithë me qenë në një farë forme të barabartë. Gzu valloj kër më ka ardhur mesazha, edhe më tregoj bobi edhe poshtë që edhe bobi është gzu, edhe s'ka ma mirë se me lu për venin tënë. Mirë më kam prit valloj si gjithë, se jem konë edhe me 2024, jem konë kena pas një grumbullim në Gjermani, tani e kena pas një lojë me 2 loja e kena pas me Bullgarin, edhe si vjetë e kena pas apet një grumbullim në Gjermani, dëshuk 2 vjetra, veç edhe sot i bona dëshuk, edhe si gjithë mirë më kam prit.